Banorët e fshatit Hormov janë ankuar lidhur me kryeplakun e këtij fshati, pasi sipas këtyre të fundit, ai nuk plotson asnjë kriter për të qenë kryeplak, pasi nuk ka arsimin përkatës. Banorët janë ankuar disa herë, madje edhe në bashkinë e Tepelenës. Ne kemi ardhur për të marrë një prononcim ku kryetaria aktuale e komanduar, Julinda Karteri, ka pohuar se është në tjeni të gjithë situatës, por banorët duhet të vazhdojnë me ankesat në mënyrë ligjore. Është zgjedhur një kryeplak i cili nuk ka arsimin përkatës. Problemet ai nuk di t'i çojë. Jo vetëm atë që neve nuk e kemi zgjedhur, por kërkojmë dhe ta shkarkojmë. Por këtë e mbron Këshilli Bashkiak. Këtu ai nuk u gjendet se nuk jeton fare një në fshat. Ndërsa ne duam të bëhet një mbledhje, të bëhet mbledhje komplet fshati me prezencë policie. Se atje nuk bëhet më mbledhje. Atje vetëm të vrasin. Fikën dritat natë për të goditur. Ndërkohë që banorët janë shprehur se vetëm disa ditë më parë njëri prej tyre është goditur nga disa persona në emër të kryeplakut të fshatit. Më ka goditur nga brapa natën, më ka hedhur në buzë, kam ikur, nuk kam kërcënuar as, nuk kam reaguar, kam ardhur në polici, kam për denancim. Ne po e zgjidhim me forcë, me grushte. Kjo çmenduria më e madhe. Ndërkohë që banorët duhet i drejtohen Bashkisë së Tepelenës dhe Këshillit Bashkiak, duke ndjekur procedurat ligjore për të kërkuar shkarkimin e këtij kryeplaku. Banorët pohojnë se kanë mbledhur rreth 60 firma të komunitetit në fshatin Hormov, të cilët kërkojnë largimin e këtij të fundit. Ne i kemi marrë mbi 51% të firmave që jemi shumica e fshatit, edhe nuk na përkra njeri. Ndërsa ne kemi mbi 53 firma, 54 dhe do të mbledhëm dhe të gjithë sa janë dhe të verifikohet kjo.